Në qoftë se keni qenë të vëmendshëm të ndërruar miq, në emisionin para ardhës, ne i kemi dhënë të libravend shumë i këndshëm. Në momentin kur jemi duke, ose më saktë në momentin kur ishim duke e sulmuar Qaben. Pra, kishin ndërmend që ta prishin atë. Ebreja, bashkë me ushtarën e tij, bashkë me ushtrimin e tij, kishin ndërmend që ta prishnin Qaben. Në këtë pikë ndijon historia e ditës së tretë. Titullohet Pronari i Qabes. Ebreja mblodhi një ushtri të madhe për të shkatëruar Qaben. Në mëngjes, ai bashkë me ushtrinë e tij mori rrugën drejt Mekës. Në ushtrinë e Ebrejes kishte elefant madhështor, që ai kishte sjellë nga vende të largëta. Ebreja i kishte zbukuruar ato me copëza mëndafshi ngjyra. Më i fortë prej tyre ishte një elefant, të cilin e quajnë Mahmud. Mahmudi i priste ushtrisë rënd, duke dridhur vendin në çdo hap të tij. Ebreja ishte i sigurt se Mahmudi do ta shkatërronte Qaben me një të goditur. Kur ushtria ju afrua Mekës, një grup i ushtarëve, duke shkuar para, morën mallrat të gjithë Mekasve me dhunë. Nga mallrat që i kishin vënë në dorë ushtarët e Ebrejës, ishin dhe 200 devet e Abdul Mutalibit, cili ishte pronari i Mekës. Qabja shikohej nga larg si një perlë e zezë. Ebreja, para se të hynte në qytet, deshi të fliste me liderët e Mekës. Për këtë arsye, ai e thiri Abdul Mutalibin dhe i tha se kishte ardhur vetëm për të shkatëruar Qaben dhe nuk do të derdhte gjak nëse askush nuk do t'i dinte dhe t'i zinte rrugën. Pasi e pyeti nëse donte diçka, Abdul Mutalibi i tha: "Ushtarët e tu më kanë marrë 100 deve, më jep ato." Ebreja u habit ndaj këtyre përgjigje dhe e ofendoi Abdul Mutalibin duke i thënë: "Unë prisja të më lutë si që të mos e shkatërroj Qaben, ndërsa ti ke rënë në hallin e deveve. Të them të drejtën, mendoja se je një prinjes i madh, por që kam gabuar." Abdul Mutalibi i qetë ja ktheu: "Unë jam pronari i deveve dhe jam i detyruar t'i mbroj ato, ndërsa pronari i Qabes është Allahu dhe sigurisht ai do ta mbrojë atë." Ebreja u zemërua nga kjo përgjigje dhe i bërtiti me të madhe: "Nuk mund të ta mbroj askush prej meje." Abdul Mutalibi i qetë u përgjigj: "Kjo mbetet për tu parë." Pastaj i mori devet dhe u kthye prapa në Mekë. Shkoi në Qabe dhe u lut: "O Zot, robi yt e mbrojti mallin e tij dhe ti mbroje mallin tënd." Pastaj u tha Mekasve, pra të gjithë qytetarëve të Mekës, që ta linin qytetin dhe bashkë me ta mori rrugën sipër kodrave të Mekës. Prej aty do të mund të shikoni se çfarë do të ndodhte. Ju të nderuar miq, çfarë do të ndodhë, ju mbetet për ta parë në emisionin pasardhës. Deri atëherë, mirupafshim.